Ndotja që shkaktohet nga përdorimi i qeseve plastike përbën një nga problemet me të cilat përballet kryeqyteti. Kështu u shpreh kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, teksa mori pjesë në një aktivitet për ndërgjegjësimin e qytetarëve për reduktimin e qeseve plastike. Veliaj theksoi se synimi i bashkisë këtë vit është heqja nga shitja e këtyre qeseve. Ne duam që në vitin 2017 ne të reduktojmë totalisht qeset në Tiranë, në disa vende të eliminojmë komplet nga shitja, dhe më vjen mirë që edhe disa supermarkete, disa dyqane po e përqafojnë nismën, edhe nga sot e tuti do përdori një trajs edhe jo një qese. Veliaj tha se përpos ndotjes dhe dëmtimit të shëndetit, përdorimi i qeseve plastike shkakton edhe bllokimin e kanalizimeve. Në Tiranë çdo ditë janë miliona qese që përdoren, që në fakt është shumë problem për gjithë kanalizimet që bllokohen, shumë problem se i merr era i çon kudo, shumë problem sepse i han kafshët, si lopët, si delet, shumë problem sepse përfundojnë nëpër lumenj, nëpër dete, dhe është një çik kot kur ne themi që duam të kemi turizëm dhe çdo gjë është bërë pjesë me qese. Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj përshëndeti nismën e aktivistëve dhe studentëve të arsimit profesional, të cilët brenda një dite prodhuan 5000 rasta.